Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje të dashur ndjekës, jemi sot në episodin e radhës me një tjetër kryetar bashkie të bashkisë Divjak, zotin Josif Gorea. Bashkia Divjak për nga natyra e saj e mrekullueshme, por edhe për nga gastronomia që ofron, është një nga ato bashkitë pikante. Mund të themi që dhe vetë zoti Gorea si kryetari i kësaj bashkie, duke qenë se vjen nga një përvojë gjatë në sipërmarrje në bujqësi, ka sjell më të mirën në administrimin e kësaj njësie territoriale, duke sjell edhe nga përvoja e vet që ta përshtas atë me avantazhet konkurruese të kësaj bashkie. Faleminderit zoti Gorea që u bashkangjitës ftesës. Është kënaqësi të kem pranë kryetarin e bashkisë Divjak, kolegun tim, po edhe bashkia Divjak dhe Dimal janë dy si motra, të paktën në karakterin rural që ato kanë, për eksportet shuhen të dyja. Kënaqësia është e imja, Juli. Falenderoj që më keni ftuar sot dhe me kënaqësi të madhe erdha për ta bërë këtë bisedë së bashku. Si e vendosët ju zoti Josif që të bëheshit administratori bashkisë Divjak? Cila ishte shtysa që ju bëri që të kalonit nga sipërmarrja në këtë sektor në administrimin dhe drejtimin e një bashkie me karakter rural, po edhe bregdetar, me diversifikim portofoli, mund të themi? E vërteta është që ka qenë një dëshirë ka hershme imja, mbas rikthimit nga emigrimi, rreth viteve 2004, në të vërtet pata një dëshirë për t'ju futur politikës, ose më mirë administrimit të qytetës time. Por në atë kohë nuk më deshi politika ndoshta. Ndërsa sot... Vonon, po nuk arron. Ndërsa në momentin e dytë, ishte politika që më bëri ftesë, që t'y bashkohesha, dhe unë e pranova atë me dëshirën e mirë, për arsye sepse unë kam vendosur që t'jetoj në vendin tim bashkë me fëmijët e mi. Dhe mendova që çdo njeri ka një momentin e vet që mund të kontribuojë, që mund të ndihmoj sadopak për ta përmirësuar jetën e banorëve të asaj qytete që kemi Divjaka. Edhe një përvojë në fakt në emigrim në një qytet që mund të themi si i rregulluar me dorë në Stockholm, për të sjellë edhe një vizion nga jashtë, patjetër që i shërben edhe komuniteteve tona. Divjaka në fakt ka qenë një nga bashkitë që ka përfituar projekte nga rilindja urbane 1.0 dhe në fakt është transformuar tërësisht për nga infrastruktura, të paktën për ata që kalojnë dhe kanë njohur Divjakën e dikurshme. Cilat janë këto projekte të rëndësishme dhe çfarë pritshmërie keni ju me rilindjen 2.0? Bukur, patjetër që rilindja 1 patjetër që ndryshoi komplet pamjen edhe të qytetës tonë të Divjakës, se mos sheshi qendror, rrugë, shumë gjëra të tjera u bën në vijim dhe për shumë njerëz që kanë qenë më herët në Divjak, vërtet u habitën me këto ndryshime të mëdha që rilindja bëri edhe në qytetën tonë. Gjithmonë ka vend për ta përmirësuar, por e vërteta absolute është që ndryshimi që madhor i qytetës tonë. Në lidhje me rilindjen 2.0, patjetër që ne kemi pritshmëri të larta. Kemi disa projekte, kam kohë që unë vijoj të bëj disa projekte bashkë me urbanistikën dhe me njerëzit që kam, dhe mendojmë që kemi shumë projekte të vockla për ta përmirësuar jetën tonë. Jo vetëm parkimi, por për të përmirësuar bujqësinë, turizmin dhe jetën tonë përditshme. Patjetër që edhe pse në dukje disa nga projektet e realizuara me rilindjen urbane 1.0, po dhe me ato që do të vinë, për disa skeptik mendojnë si vetëm fasada, por në fakt nuk është e vërtet, sepse ato e prekin cilësinë e jetës, edhe me rekreacionin e shesheve të ndryshme që janë bërë në çdo bashki, po jo vetëm në Divjak, po dhe me infrastrukturën rrugore, edhe me fasadat që ndikojnë edhe në uljen e kostos e energjisë nëpër familje. Gjitha këto e kanë përmirësuar disi, edhe pse mund të duket se për disa thjesht fasada, por unë nuk ndaj këtë mendim. Divjaka është një zonë intensive bujqësore, ashtu siç e tham, eksporte të shumta drejt tregut europian apo Serbisë e tjerë. Dhe kjo zë një peshë të rëndësishme në ekonominë lokale të fermerëve të asaj zone. Çfarë ndryshuat ju në këto 3 vjet në këtë fushë, duke qenë se vini dhe nga një eksperiencë sipërmarrës në bujqësi? Dhe cila është sfida juaj e radhës? Tani unë me bujqësi merrem nga viti 95. Dhe vërtet që ndjehem mirë ta them lirshëm që me mendjen time kam ndryshuar shumë gjëra, jo vetëm në qytetën time në Divjak, por edhe më gjerë, duke pritur edhe në Dimal, edhe më gjerë deri në Berat. Pra shumë praktika, shumë teknika të reja të kultivimit në perime, unë i kam përmirësuar. Nuk i kam shpikur, por i kam sjell nga jashtë dhe i kam
e kam përmirësuar për vetë banorët, për vetë fermerët, po edhe për qytetarët që jetojnë aty së bashku. Në këto 3 vjet, mendoj që janë bërë disa vepra madhore që kanë ndikuar në bujqësinë e Divjakës. Një nga këto është, ju e dini që zona e Tërbufit ka qenë më herët kënet, në kohën e monizmit ajo u tha, dhe përmes gjithë asaj kënete, sot është një kanal që quhet Emisari i Tërbufit, i cili shërben për të kulluar tokat dimrit kur bie shi, dhe verës tashmë ai është kthyer në një basen ujor. Dhe neve ndryshe kemi thënë portat ose portobarazhi i Kularit. Kulari është një fshat i kahershëm i zonës tonë, dhe atje portat e reja që u ndërtuan përmirësuan ndjeshën, cilësinë e ujit dhe volumin e ujit që ne mbajmë në këtë kanal, dhe me rrjedhje të lira ka përmirësuar ujërat toksore të gjithë zonës. Ky është vepra 1 e madhe, mendoj, vepra 2 e madhe, përsëri në këtë drejtim në Kular, nga Divjaka, ka një distancë rreth 2 kilometra më shumë. Asnjëherë atje nuk ka pas më herët energji elektrike. Me mendjen time, them të vërtetën, me dëshirën time të madhe, ne atje çuam për herë të parë linjën elektrike 3-fazore, kur kemi një bujqësi të përparuar. Kemi disa stalla lopësh dhe tashmë kemi dhe mundësi atyre për të sqaruar më shumë. Janë projekte të rëndësishme në fakt në këtë fushë të ekonomisë, sepse ndikojnë direkt në prodhimin e fermerëve dhe kjo i ndihmon ata për të nxjerrë produktin në treg. Pra ju, siç theksuar, morët një përvojë nga jashtë për të bërë më të mirë këtë fushë të ekonomisë suaj. Mendoni pra që eksperjenca e mëparshme e një administratori i shërben atij gjatë punës dhe përditshmërisë së tij, ky është fakt në fakt, jo se e themi ne, po e thot e gjithë përvoja. Cili ka qenë projekti më i rëndësishëm që keni implementuar ju në bujqësi, ju i thatë ato i përmendet, por për vitin për më tej. Keni plane? Kam lënë një gjë shumë të madhe, po thënë, sepse mendova, ishte në planin lokal, ajo që thash, për në planin e bashkisë, po më gjëra një projekt që do të jemi krenar, që mua më bën krenar, dhe këtu do të përmend disa njerëz të tjerë, do të përmend Gizin, një organizatë e qeverisë gjermane që kanë ndihmuar gjatë bujqësinë shqiptare, bashkë me një emër shumë të nderuar të agronom të vendit tonë, quhet Piero Rapushi, që së bashku ne të e kthyem, e bindëm qeverinë shqiptare që mbrojtja biologjike do të jetë një përparësi dhe tashmë qeveria shqiptare e mbështet mbrojtjen biologjike 70%. Kjo është përparësi në të gjithë Evropën, kjo është hera parë që ka ndodhur dhe këtu ndjem kaq krenar që arrita ta bind qeverinë time që ne së bashku me këta njerëz të tjerë që të arrijmë në këto nivele. Dhe kjo është një hap i madh cilësor përpara për të ndihmuar fermerin, bashkë me 10% tek fatura që do të mbështetet, që do të kthehet mbrapsht fermerëve. Të dyja këto ligja të reja, të dyja këto mbështetje të reja drejt fermerit janë arritje të jashtëzakonshme, do ta quaja. Por është akoma herët për fermerin për ta kuptuar këto. Por kur ta kuptojnë, do të kuptojnë që është një gjë e madhe. Jam pak skeptik se edhe nga takimet që bënim shpesh me fermerët, ka qenë kjo dilema e rimbursimit të TVSH-s, që kur ka qenë gati 20%, Mina ja shpjegonim se nëse nuk është e cilësuar dhe saksuar në autofaturim, nuk ka me çmimin e autofaturimit, atë çmim e merr brenda me çmimin, por nuk e di si do saksohet sa radhë me këtë 10%. Shumë e lehtë. Është shumë e lehtë dhe falenderoj qeverinë dhe Ministrinë e Ri të Financave, them vërtetën, sepse ma te kaloi pritshmëritë. Ne e them këtë me shumë cilëtërsi. Pra, sot më të gjithë faturat fiskale janë sistem. Ti mjafton hyn dhe vën niptin tënd të fermerit dhe faturat dalin atje. Ti thjesht bën kërkesën dhe automatikisht kërkesa i shkon Ministrisë Financave, që nuk e ndej ide më tani me Ministrinë e Bujqësisë, jo me fatura, jo me letra, jo me kërkesa, po automatike. Nëse kjo do të zbatohet në praktik, kjo është një risi e jashtëzakonshme. Është një ndihmës e jashtëzakonshme dhe humbje e kohës vërdall për të marrë me letra. Do ta ndihmoj jashtëzakonisht shumë fermerin. Kam bindje të plot për këtë. Të shpresojmë që do të jetë kështu dhe patjetër që i shërben ekonomisë lokale bujqësore, megjithatë nëse do të ishte kjo në këtë formë që ju e shpjeguat, nëse me aplikimin në Ministrinë e Financave automatikisht do të merrte rimbursimin e 10% të çmimit të faturës, patjetër. Fiskale. Po ai e merr atë edhe kur me pagesën e çmimit nga pika e grumbullimit, i bie do ta marri 2 herë? Jo, nuk e merr nga pika e grumbullimit, por kur ka marr faturën fiskale nga pika e grumbullimit, ato automatikisht vendosen në sistem. Dhe kur ti bën kërkesën,
brenda 6 muajsh Ministria e Financave, pra tatimet, duhet të kthejnë të rimbursojnë 10% të faturës. Përveç asaj që mund të ketë marrë nga çmimi grumbullues, nuk ka lidhje me pjesën s'ka lidhje, ajo është marrëdhënie private ndërmjet. Siç e tham, ju e keni ekonomi lokale të diversifikuar, pasi keni dhe gati 22 km Bregdet në Divjak, nga Bregdet i bukur, me thënë drejtën, pak më pak, nese mbase më kanë nxjerr gabim edhe kërkimet e mia. Megjithatë, në fëmijëri e kam ndjekur shumë plazhin e Spilles, që është një nga plazhet e bukura të Shqipërisë, laguna e famshme e Karavastas, për nga bukuria, për nga biodiversiteti. Mund të themi që kjo ka patjetër rëndësi për ekonominë tuaj lokale. Keni ndonjë projekt konkret për zhvillimin e mëtejshëm të saj, apo për shkak të natyrës që është zonë e mbrojtur, është disi e vështirë? Unë i qëndroj ides që zhvillimi njerëzor patjetër duhet në harmoni me natyrën. Dhe unë ndjem shumë mirë që edhe qeveria shqiptare ka projekte shumë të bukura për atë zonë, e cila ka ngele fundit e pa zhvilluar, po më mirë themi më mirë e fundit, se ndoshta do të ishin bërë ca gjëra më keq. Dhe ndjem shumë mirë përsëri sepse vetë bashkia ka disa projekte shumë të bukura për ta zhvilluar atë zonë, po gjithashtu dhe qeveria qendrore thash. Prandaj, nëse unë do të kandidohem, do të jem kryetar edhe një mandat. Do të kesh mundësinë të. Nëse më herët e kam pas në dilemë, po tashmë mbas këtyre 3 vjet e gjysmë që jam kryetar, mendoj që kam krijuar një eksperiencë dhe lidhjet e mëdha që kam nëpër gjithandej brenda dhe jashtë vendit, mendoj që do të jetë një mundësi e mirë për ta zhvilluar zonën në drejtim turizmit ekologjik. Pra jam disa projekte, jo një. Mendoni që i keni shtuar diçka paketës turistike në Divjak nga momenti i parë që ju keni qenë në krye të punëve në Divjak e deri më sot? Çfarë ka ndryshuar në këtë? Vetëm e kemi përmirësuar për momentin, po kemi bërë njërisi është shëtitoria që në fillesën e mendimit tim si projekt ishte për të mbrojtur lagunën dhe tokat nga vërshimet, nga baticat dhe zbaticat e detit, por qeveria shqiptare, Fondi Shqiptar i Zhvillimit e ngriti atë në art, tash e ka bërë një shëtitore për gjatë dhe është e jashtëzakonshme dëshira e tuajve për të ecur në këtë shëtitore, për gjatë lagunës, për të shikuar edhe bukuritë natyrore edhe të gjithë shpendët që ne kemi atje. Besoj dhe me aktivitetet kulturore, artistike, i bashkangjiten të huajt kur vinë, apo vetëm pjesa shqiptare bashkangjitet? Ishte një gjetje, mendoj unë, nuk e gjeta, po domethënë duke edhe ajo eksperienca jashtë, ndoshta më zgjoja të mendimin që në kohën e vitit të ri të Krishtlindjeve, pra në muajin dhjetor, ne patëm rreth 20 e ca ditë fest në qendër të qytetës tonë, dhe ishte një festë e jashtëzakonshme e bukur që gjithekush erdhi dhe u gëzua, edhe të huaj. Më bënte përshtypje, ishte një çift nga Tirana. Pse keni ardhur, e pam atje dhe erdhëm dhe u kënaqëm shumë. Ishte një çift nga Durrësi, edhe kishte shumë të tillë. Patjetër që edhe me gjarë rushnjarë ishte plot dhe nga gjithë zona. Pra jam munduar që të alarmoj, të zbukuroj jetën artistike kulturore. Sepse dhe ajo është pjesë dinamike e gjithë këtij aktiviteti. Sipas jush, cilat janë vendet më të bukura për të vizituar në Divjak? Çfarë sugjeron Josifi për turistët aty? Varet nga dëshirat që ti ke, po mendoj që ne po mundohemi në të vërtetë që atë vizitën një ditore, që tashmë është bërë një fundjavë që ti mund të vish për të ngrënë një peshk, për ta shijuar atë shijen e ngjalës dhe peshkut tek ne po mundohemi që ta kemi qëtrim 2 net ose 3 net, pra një fundjavë po nduam. Pra po mundohemi disa paketa turistike, unë e kam gjetur shëtitin me varg, e kam gjetur kullën, shëtitorin për gjatë lagunës është e ndërtuar nga ne, tashmë kemi një paket tjetër që do të jetë një natë me peshkatarin. Pra, peshkatari në mënyrë tradicionale, ju hyni në lagunë me ta, qëndroni një natë atje, quani për peshk në mënyrë tradicionale, patjetër. Edhe kthehemi në mëngjes. Edhe shijojmë dhe peshkun që kemi zënë vetë. Dhe peshkun mund ta shijojmë atje, ose një supë me peshkatarin atje. Janë dhe disa paketa tjera turistike që do të jetë për shembull një reli në Kodrat, kodrinat tona janë shumë të bukura. Kemi përfituar nga rasti se gjatë kohës komunizmit Divjaka ka qenë një vend të gazi, ku rrugët janë ndërtuar për arsye të pusave të gazit që ishin, dhe ne ato tuti përmirësojmë, por darkave natën dhe po dhe ditën janë shumë bukura për të shëtitur me makina rally. Edhe pastaj patjetër që Pelikani ngelet mbreti i bukurisë tonë, bashkë me flamingot,
dhe bashkë me lagunën, dhe bashkë me... Nuk ka vetëm Zvërneci, Flamingo. Për fatin e keq Flamingot janë tonat, po neve japim me qera. Tani japim me qera, ilsoj me qera. Morën një dimension më të nga Zvërneci ka zbeu pra pak Flamingot e Divjakës, po patjetër që ato janë edhe brandi juaj. Megjithëto që ju paraqitet dhe parashtruat për turizmin Divjak, por edhe për bujqësinë atë që ne tham, patjetër që ajo pyetja që lidhet me reformën territoriale, nëse do t'i bashkangjitej apo jo Lushnjës, që është parafolur në fakt, po tashmë shuar ky zë mendoj, sepse jemi në finalen e edhe paraqitjen e projekt raportit për miratim në Kuvendin e Shqipërisë. Për Josifin, pse nuk duhej që të kishim një bashkim të Lushnjës me Divjakën? Çfarë do të sillte? Po do të ndalemi nga ana historike për ta parë. Për herë të parë emri Divjak, e cila për fatin e keq nuk është fjalë shqipe, është fjalë e pastër serbe, Divljak, vend me pyje, vend me moçale, bile një vend me moçale jo të mira e kanë ata. Domethënë është përçmuese fjala, nuk është e bukur. Dhe unë këtë e kam zbuluar në vitin 94. Dhe duke ardhur kur ky fshat del në histori për herë të parë. Na del me pushtimet e para osmane. Në vitin në regjistrimin e popullsisë që ka bërë Prenëria Osmane, në vitin 1430 e pak, 31, fshati Divjak del me 20 shtëpi dhe me 200 banor. Dhe në këtë moment nuk po e them të përkundrapesh, por Lushnja nuk ekziston. Pra në këtë regjistër të parë. Pastaj po merremi nga fakti tjetër. E gjithë zona, pse kur të shikojmë se si do t'i bashkojmë apo do t'i paksojmë zonat apo një territor, ne duhet të shikojmë nga disa pikpamje para. Njëherë mendoj unë do të ishte numri i popullsisë, që cilën vetë Bashkia Divjak për momentin censusi i fundit ka nxjerrë 25.000 banor. Në regjistrat e kemi 53-54.000 banor, qenë civile. E dyta, po të shikojmë nga ana ekonomike, ose më mirë nga ana kulturore, le të themi. Nga ana kulturore, e gjithë kjo trev e Myzeqes është shumë e lidhur nga spilleja, jo vetëm ne ortodoksit, por edhe pjesa e Çermës, që janë besimit musliman, edhe ata me zonën e Luzit janë jashtëzakonisht shumë të lidhur, me kryshqira, me miqësira e tjera. Po të kalojmë nga ana tjetër, përsëri, Bashkia Divjak është shumë e lidhur me Krutjen, me popullimën, me kolonjën, edhe më qërë. Pra, unë do mendoja që e gjithë kjo do të ishte një bashki. Po pra, me qenë në Divjak, mendon si patjetër. Pak herët në momentet kur ndryshoi emri i bashkisë nga Vrava Jugorore në Dimal, një iniciativë jone atëherë në atë kohë, pati zëra në fakt pas ndryshimit të emrit edhe që Bashkia Divjak ta ndryshonte emrin, një mendim dhe iniciativë e nxitur dhe nga ju kjo. Pse e keni stopuar këtë, apo për shkak menduat që do kishte reformë territoriale? E dashur Juli, ti e di që unë kam përqafuar fort në aeroport duke ardhur për këtë iniciativë të jashtëzakonshme tëndën, dhe kjo ishte një thyrje akulli, dhe që na nxit ne të tjerëve të duam vendlindjen tonë dhe të kthehemi në origjinën tonë. Të gjitha toponimet e mallosura nga të huajt, unë mendoj që ne duhet t'i shkundim. Edhe në rastin tim, është fjala për emrin Divjak, që e përmenda më sipër, që është fjala e pastër serbe, jo vetëm, për gjatë gjithë Bashkisë Divjak ka disa emra. Për shembull, kemi një moment tjetër të jashtëzakonshëm. Kemi dy fshatra që janë 1 kilometër distancë njëri nga tjetri. Njëri quhet Gur dhe tjetri quhet Kamenic. Në serbisht Kama është Gur. Pra, një fshat në emër serbisht dhe një fshat në emrin shqip. Pastaj në histori erdhëm dhe çfarë do t'ja them emrin. 94-ën, kur unë e zbulova këtë gjë, unë mund të bëja një testim, por unë e lash të hapur. Thjesht thash, po ta dini gjyshallarët tanë, stërgjyshrit tanë, që ky emër nuk është shqip, por është serbisht, çfarë do bënin? Dhe ajo që më bëri përshtypje, e gjithë rinia shkoi duke hamencuar lloj-lloj emrash të bukur për t'ia vënë qytetës tonë. Por këtë gjë e ka zgjidhur vetë historia. Për fatin tonë të mirë, një gjeograf i famshëm romak në shekullin e 2 të erës sonë shkruan: ndërmjet Apolonis dhe Durrahut gjendet qyteti i Arnisës, i fisit i lirë të Taulandëve. Tashmë arkeologët janë duke debatuar se ku është ky vend, por gjetjet e fundit në fshatin Babunj
janë të padiskutueshme që arnisa ka qenë aty. Që në kohën e monizmit, arkeologët shqiptar e zbuluan rastisht duke e punuar atë kodrin, dhe sot ajo tani është faktuar që është vendi, është qyteza e arnisës. Unë e kam hedhur si ide, jam patjetër partizani fort për ta mbrojtur atë, por nuk është vetëm dëshira ime, duhet të gjitha bashkë. Por shikoj që dalin me dëgjesat publike, njerëzit po e pëlqejnë. Faktin po e besojnë që faktin që kjo nuk është më fjalë, sepse për fatin e keq historianët tanë nuk na e kanë treguar sa gjëra aq mirë. E vërtet. Në fakt, mendosh edhe për sajtin arkeologjik të Dimalit, shumë pak mbaj mend nga një fragment nga klasa e 6 dhe nuk është se është sjellluar shumë në histori dhe në vite. Edhe tek Emri Divjak, një historian i jashtëzakonshëm që ka jetuar në qytetin tonë, po i ardhur Shkodran. Edhe ai është krushku im, kjo është jam i konflikt interesi këtu. Por ai la një dorë shkrim ku thoshte Divjak vjen nga diva. Se ça lidhje kishim dhe pastaj dy vija. Edhe të dy vijat, ishin pak, dhe ai e humbi pak, ai ishte e qëllimshme, ai ishte pa dashje, është dyshim për mua, po fakti po ta mbledh të tërën, sepse ai njëri ishte shumë i zgjuar, ai ndërtoi muze, ai ndërtoi kulturë në Divjak, po kur erdhi puna te ky element, ai nuk e tregoi të vërtetën. Dhe le të dyshoj që do jenë komplekse gjërat në këtë pjesë. Patjetër që përditshmëria dhe dinamika e punës së një kryetarit bashkie është e mbushur dhe e tej mbushur në shumë raste. Çfarë do të veçonit nga përditshmëria në këtë përvojë tuaj, janë 3 vjeçare, si një gjë që e mbani mend dhe me mbres? Janë shumë momente, do t'i tregoj 2 momente të bukura, por ajo që unë mundova me ardhjen time, unë mundova që të sjell idenë që ne jemi të gjithë bashkë jetojmë në këtë qytet. Pra çdo e mirë që unë kam është e mirë dhe për tjetrin, dhe çdo e keqe është e përbashkët. Pra, si te grumullimi i mbetjeve, po dhe sikur te zhvillimi ekonomik. Pra, duke shitur unë më shumë shalqi, është një e mirë për gjithë neve. Pra, kjo e munduar, por që ta pim kafen bashkë, që t'jemi bashkë, dhe jo me ajo darsia, ndarja e ideve. Pra, ja munduar sa mundem ta bje këtë pranë. Dhe munduar, mendoj se ja kam arritur deri diku. Dera e bashkisë ka qenë gjithkohës e hapur, unë pres 3-4 ditë, njerëzit takoj edhe në rrugë, gjitha hallet nuk janë zgjidh dot, po mundohem. Ndonjëherë më qortojnë se jam pak edhe i ashpër në përgjigje. Ndonjëherë edhe jam i tillë, është dhe çështje karakteri. Po jam munduar që ti përgjigjem, ti përshtatem. Një gjë e bukur ishte për shembull kur isha në një fshat që quhet Kryekuq, një emër, një fjalë shumë e bukur shqipe, Kryekuq. Është një fshat i lënë, ishte në Harresi shkedim. Domethënë për të vërtetën, dhe unë kisha kohë që kur erdha që ju premtova që do t'i rrulloj rrugicat, do t'i rrulloj rrugën e tjerë. Në zgjedhjet e fundit, faktikisht investimi u vonua pak, e dini procedurat, prokurime dhe tjera. Dhe na ishin vonuar, por banorët ishin të mërzitur tashmë, edhe më pritën atje, megjithëse më njihnin shumica prej tyre, po më thoshin, ja, dhe ti na dole nga llafja, dhe ti si tjerë, ashtu. Dhe dikush nga ata nxori një fjalë shumë të bukur, shiko, tha, se kryetari jonte është si shalqi me provë, do ta mbaj llafen. E solli edhe nga vetë konteksti i Divjakës këtë. Më pëlqeu. Patjetër, edhe besoj që ajo është realizuar tashmë. Jemi duke investuar dhe në një fshat shumë të bukur. Të gjithë rrugicat është në Kodrin, ka 14 rrugica, të 4 kanë mbaruar, tashmë po bëjmë qendrën dhe trotuaret e ndriçuar, dhe një fshat model. Komplimente për këtë pjesë dhe një mesazh të fundit për banorët e Divjakës, çfarë do të mendoj që kohët më të bukura do vinë. Më mirë që ka ngel më pak e zhvilluar vendlindja jonë, treva jonë, sepse investimet që do të vinë do jetë më të kujdesshme, më pikante dhe do të na mbështesin, do të na ndihmojnë të gjithëve. Unë mendoj që Divjaka do të jetë perla e turizmit shqiptar. Patjetër. Kjo nuk është vetëm llafe, duhet ta ndrosh të gjën që ajo të realizohet. Dhe e shikoj. Dhe unë ja kam thënë shpesh herë atyre. Kur isha, do t'ja thosha edhe këtë, Juli, është e bukur, isha në një udhtim në Amerikë, isha pranë një universiteti në North Dakota, dhe profesoresha, që mbulonte fushën e bujqësisë, se unë isha për bujqësi, po them, i bëri shumë përshtypje unë dhe grupi shqiptar, një vend i kaq të vogël, ishte një gjë e jashtëzakonshme, dhe na ftoi për darkë në shtëpinë e vet, na bëri barbekue.
Dhe duke diskutuar atje më pyeti, ore tha, kaq shumë po flet, kaq fjalë të bukura për të vendlinjen tënde. Ama tregon se si është kjo. Dhe unë në momentin u hutova pak. Dhe i thash, shiko, ne kemi ca kontrina të ëmbla, të mbushura me lisa, me ullinj, me vreshta, dhe kur shikon poshtë, është një oazë i vërtetë, thashun, me tipe të ndryshme tokash, dhe i zi, i bardhë, ranore, po edhe i ngjelm është pak i kripur. Me ujëra plot, i thash. Kemi lumë nga e djata, lumë nga e majta, kemi lagun, kemi një pyll shekullor, dhe kemi detin Adriatik. Dhe ajo më tha, orda, ku jetoni, u thanë Parajs? Si e di që e bërë poet, me gjitha ato nga këto vendet e bukura, patjetër që artistët dhe poetët gjithmonë lindin nga natyra e bukur, edhe unë mund ta them me bindje që me këtë oratori dhe të shprehur, mund të shkruash edhe shumë bukur një libër për Divjakën. Do të ishte bukur, pse jo? Faleminderit, pse jo? Shumë faleminderit, si ishte kënaqësi dhe me gjithë këtë dashuri që fole për Divjakën dhe për shkrimet e hollësishme të natyrës së saj, na solle Divjakën këtu në studio. Ishte kënaqësi edhe un kam ato përjetimet e mia në Divjak në fëmijërinë time dhe vërtet mund të them që është një qytet shumë e bukur dhe meriton që të jetë perla e turizmit shqiptar. Faleminderit të dashur ndjekës, ju përcolli shumë mirë përfaqësuesi i njësisë vendore Divjak emocionet që dikush mund të gjejë aty në Divjak me lagunën e Karavastas, me flamingot që janë aty, duhet shkojmë patjetër t'i shohim ato, sepse nuk ka vetëm zvërneci flamingo, ndaj shumë shpejt ju ftoj që të shkoni të vizitoni Divjakën se vërtet është një perlë e mrekullueshme e Bregdetit shqiptar. Kemi peshqit më të mirë, kemi ngjallën më të shijshme. Edhe keni edhe kastravecat dhe domatet e mira. Po them më të mirat se ju konkurrojmë edhe ne të Dimalit. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit.